Ky është Kamov 26, që është gjithashtu ka 36 një helikopter të tillë, dhe këta forca aerore ruse, dhe edhe këta janë helikopter ushtarak, kanë dhe këta historinë e tyre që nga koha e Bashkimit Sovjetik. Dhe këta janë helikopteret e rinj që këta po bëjnë, që quhen Ansat Kazan, kanë 50 njësi tillë forcat aerore ruse, të cilët përdoren edhe për sulm, edhe për transport. Pra, 95, këtu ketë pastaj, ato që kemi folur, është Mikojan 31, mbi 200 dishin. 90 njësi, pra 90 avion, pastaj është Sukhoi 30, 110 avion, dhe këta janë avion të gjithë gjeneratës së re, pra ata që ne njohim si gjenerata 6 e tjerë, edhe pesa. Sukhoi 35 është paka shumë i njëjtë me F-35 që ka perëndimi, MiG-29 që është një avion shumë i fortë dhe shumë i rëndësishëm, që ka fillimet në fundin e rënies së komunizmit dhe që ka vijuar më vonë, dhe rusët përveç që kanë shumë në hapësirën e tyre, shesin shumë edhe në botë, dhe prandaj stoqet e këtij lloji avioni janë shitur në Indi, Uzbekistan, në Azi, domethënë ka dhe Ukraina nga... Kanë edhe mik tjerë, kanë mik 30... Sigurisht kanë edhe mik të tjerë, po folëm për të që janë gjuajtës. Vazhdon. Nuk është, Ilir, këtu nuk i kemi Su-57 që ne kemi. Ja, i kemi brapa. Atash, po. Pastaj është Tupolev 22 që ka 67 avion, që edhe ky është një avion shumë i rëndësishëm për luftë. Dhe është bombardieri afat gjatë, pra ai lartësive të larta fare, Tupolev 160, dhe këtu kanë 16 njësi, këta janë ata që shkojnë gati në stratosferë. Është i ngjashëm me B-52? Po, është avioni i kundër i B-52-shit, është Sukhoi 57 që është i gjeneratës së 6, pra këta janë gjithë avion që funksionojnë me gjujtës, me satelit, me radar në bord, me inteligencë artificiale, si që kanë edhe Amerikanë. Është e gjeneratës fundit. Po, gjenerata e 6. Dhe janë këta që i përdorin zakonisht këta me 4 helika, që janë edhe për gjuajtje, edhe për raketa, janë edhe quhet super fortesa, po që përdoren shumë edhe për ato në polin e Veriut, në Dëbor, në Akull, sepse janë teknologji e tillë, prandaj quhet avioni quhet Ariu. E shef se ka titullin Ariu. Dhe këta janë 42 copë.